Për dita që e kërveçare. Ka vështirësi atje, nuk është atje lehtë. 5-15 e nisi punës, edhe 22 e kry punën. Mendoj se dalin pensioner 2 vjet më ardhmë, po tash jena integru goxha mirë. Fillim kem pas vështirësi se në fillim është gjithmonë fillimi i vështirë. Mirë po në momentin më i rënd, më ka vdek, mas pari baba më ka vdek, mas 2 vjet e nona, kur e ku mbyll shtëpia, ku më kthysh, ka momenti shumë i rënd. Për dita që e kërveçare, apo cilin vend jeton? Jetoj në Gjermani. Se sa kohë? Që një 33 vite. Pse shkova? Tregona. Pa ke kriza atë në 92. Ja Skënderoj në shkova. Ka bërë të në Skënderaj njës. Do thu që nuk vret nuk e ca jote. Ja, mas. A trego pak çysh është jeta në Gjermani? Jeta u kohë e mirë, po që ta shumë po eron. Eron, atër e kone mirë ku shkua? U kohë ma mirë. Pse ta shëron? Pa, u bo shumë. Sa është vështirë me mbajt atje, me jetu? Pa ja, ka vështirësi atje, nuk është atje lehtë. Nuk o lehtë. Këna pak rutinën tonë, sa që është me shkon punë, sa këthesh, sa ki ku me kalu me familje dhe me dalë në kafe. Që është na me shkon punë, 5-15 e nisi punës, edhe 22 e kry punën. Kom, në ora 2 jam të shtëpia, përpara kom punu si pozici autobusit, tash s'kom pas kohë, tash kom kohë se unë jam një ndërmarrje publike, që bëjmë transport të tarve. Unë jam kontrollor i kvalitetit në firmë temën, kontrolloj tramvajat e në pastër. A ki firmë tonë të? Jo, ajo firma është firmë publike, shtetënore, e kem tramvajin a shumë, e kontrolloj tramvajat e në pastër e në dëmtumë, e kom atë. Qa me dëmë se po ikën tritë ka të shumë jashtë, se dëmos këtë në Gjermani po shkojnë? Po ikën se këtu s'po funksionon kur gjo. Nuk ka perspektivë. Në qoftë se unë nesta, për shembull, nuk kam perspektivë, unë menoj për shembull si i ri, mu martu, me kriju familje. Fëmija më smuhet, ku du me qute mjeku. Nëse s'ka marrë tarna personale për me kriju familje, s'mu i nashtë me janis as familjen me kriju. Ma ka me funksionu në shteti, me investu në prodhim, e jo vetë në kafe në qitore, nashtë a ishë bodi qka, për kështu, Allah e ke që kem punë. Po thu që ka që Allah e si mas mendimit të vedëm se, qëre, ati në Gjermani ka fabrika, ka industri, këtu s'po funksionu për gjo. Me shpi kafe dhe për qitore, që shjetohet. Apo ki shpresa që ka me pas ndryshime? Qef kësha pas me pas ndryshime. Me pas ndryshime, e lëshën në Gjermaninë dhe këthesh përfundimisht vendit? Unë menoj se dalin pensioner 2 vjet më ardhmë. So ndalë dhe 2 vite në pension në vi këtu, ape? Na tjetër mentalitet kem, tjetër ka Gjermani, mentaliteti jo nuk përputhet bashkë me tyne, as i tyne me të neve. Mirë po... A i dojnë e që a i respektojnë Gjerman të shqiptarët, se shumica shqiptarëve që atje, punëtorët? Po, tash, kanë bo shqiptarët, kanë bo vend, kanë bo shumë firma, ka mjek, ka specialista, unë gjithë disa mjek që punojnë. Unë njoni e ku mësyën në liber, aty në faqet internetit, sasaj qati spitalit, është një Muharrem Hajdari. E vlerësime që i bona edhe, pe 20 pikave i ka 9.8 pika, i ka po përmi 12-13 operacion në kardhokë dhe në gëngjënje kështu. Po, kanë ben, ka në Mannheim 2-3 mjek shqiptare, motra medicinale, firma. Ka plu Gjermani? Po, tash jena integru goxha mirë. Në fillim kem pas vështirësi se në fillim është gjithmonë fillimi i vështirë. E sa është paga minimale në Gjermani? Për aty dikon 2-13 euro zi, është e i se di me sikur. 13 do këtë shtash kanë bisdu me bo 15 euro. Po flitet një arrita? Qashtu, po nej, zonë se kam problemin, unë e kam tarna të mira, unë s'kam problem. Se shmejnë të maj vështirë një që e ki pas? Në momenti kur jem nisë me shku për Gjermani. Kur e le Gjermanina? Po, edhe shkuve veta me familje? Jo, me familje, mirë, po dhe momentin ma i ranë, më nga vdek, mas pari baba më nga vdek, e mas 2 vjet e nona, kur e ku mbyll shtëpia, ku më kthysh, ka momenti shumë i ranë. Po çfarë? Diku do të njeri me egzistu. Këtu e qënë fëmin, ta kryin fakultetin, të të me shku bovakimu, bo kamariera, ku me ditë. S'ka perspektivë, me pas perspektivë të ma mirë se këtu s'ka kërkun. S'ka kërkun, Gjermania sa kur gjë, këndër Kosovë, po, këtu, perspektivë, ku? Kryin fakultetin, ne kam mesën, ka kryin fakultetin, magistraturën, ku, po në qadion që 2-3 herë gjonë punë e lekë. Këtu dhe po buon pa drejtësi shumë. Që po thu të e ki diplomën për shetë të punu kamarjar. E dikush është pa diplomën për punën në punë nalë. E po aty jënë dhe farë përtjellime, shtu të na si... E cilë është momenti ma i bukër jetës? Ka shumë. Ka shumë, së në të një? Kështë nga ka linë dua. Dua është? Mesa. Mesa.
I ka 6 vjetë, shumë qike mirë. Ne je gjatë dhe të lumë të dua. Falë për nështë. Falenderoj shumë që të komentar. Hade ju përshëndes, punë Falë që të të vënua. Tëngë, më të mirë. Kalef shumë. Çka të bën të lumë të ne? Familja. Familja. Sa që në peshtë të lukse, parja, ose në përgjithësi çfarë mendimi ki, a të bën të lumë të parjave është të zgjidh probleme? Jo, më po ty bas probleme si si. Si zgjidh mas probleme, da, pse po thu? Allo, si si. A ke qenë në gurbet në herë? A ke provu gurbetën? Ty kum punu në malëzi ma shumë se këne, jo, ma nalë, ma largë, jo. Si e shajetesën këtu në vendin tonë? Qëtash me jo, nuk u keq. Çka mendon, a është pakësia në... Jo, punë ka bërë si s'doj në punë. Se ke po thu që s'dojnë e punu? Allo, Ti shto i shate a? Jo, ty bën për veti ku punoj, qëtash edhe 20 vjet më orë ka punë për ta. Ku punon? Ndërtim. Ndërtim? Po pritojnë me punu. Sa është të vështirë për ty ndërtime? Po tash nuk ka e vështi, për para ka shumë e vështi, ja tash jo, se tash ndalë mjetet ka përparu pak teknike, po nuk o E më. rrezikshme? Pak rrezikit e na po, që aty pak problemi se rrezik ka. Më kështu ju, puna nuk është më aronë shumë për para. Tash puna pak më e thjeshtë. A ke pas ndonjë rast që të ka ndodhur një fatkeqësi? Ju, ja, që një 5-16 vjetë punoj veç ju. Punon që të Po, punë po, As më të vovajat as kërgjë. ja. E bën me zemër punën Po, ndërtimtare. ja, normal, që Po. E po thotë që ka punë për këta trit po zgjedhen, a? pritojnë me punu. Po. Me shku jashtë pe bujnë ndërtimtarin. Durën zemra, ç'është? Me shku në Gjermani vëlla po hyj. Jo, punoj në puna ma të kësia, po. Po s'paguan as atje. Pse këtu s'pe bujnë? Po s'po dite, po jo duket kam qef mi pravu Evropën se për kur gjë tjetër jo. Ti vet as ke desh me shku? Po e tash më në shok kush duhen. Sen s'ka heq. Stash për shkak ma shumë fita për shkak më shkon në Malëzi se në Gjermani. Më shkon në Malëzi stash e ki dikon 80 euro ditën. Tash më shyn fund ti merr 2000 euro. Edhe të mesin paça, bukën e ki të heq, banesën e ki të heq, ashe për shembull në Gjermani ti as 600 euro të mesin. Jashtë mesin bash. E ti në Malëzi se sa e kështë ditën? Unë e kum punu, se ku im konë atëherë dikon 55 euro kon ditë. Dita pas. Po, në vitin 2013. E mujën sa i beke tani mujë me nxirr? Dikon 1400, 1500 jem shku gjithë. Po o kanë mjaftu Në shumë. vitin 2013 ka ndodhur kjo. E tash e ka lona shkon prap? Jo, ja tash punoj këtu. Tash 50 euro ditën në Kosovë. Pas tani dita është më. Po das po dallai ka shumë. Po jo, po nesër në atë kohë do me thonë ka këtu pak. Atëherë. Ma shumë ka punë në Malëzi se në Jo, Gjermani. po, unë po ta, më paguash më shumë mesin para atë që tash për tash se në Gjermani. Ti s'me provu peden. Jo, po son ku punu në Malëzive. E cili është momenti më i vështirë që ke pas në jetë? Apo sfida, sakrifica diçka? Pasha, veç luftë. As luftë s'ke pas. Ja, a? mas luftë, ja. E për çka jepi shmë nëse gabime që s'ja fol vetës që e ke bu një gabim? Ejt kena. Mas thuj s'kam se gabimet e njerëzore. Allo, ja, në spesa. Për kur gjë pishmënsi. Jo, ti be për kurçi. Për kur gjë Jo. hecës. Rego, për ndje shumë rëgojnë. S'ka kurçi, kalën një.